është poshtë nën tokës sonë. Jo rastisht ka ngelur është dhe uroj që mos jetë, por realisht është një zonë ndarëse në mes interesave të geopolitikës, ndikimit rus dhe të perëndimit përfshi dhe Amerikën. Dhe në këtë situatë gjithnjë ajo çfarë ne duhet të shikom dhe të reflektojmë mbi këtë lloj situate është se faktorit kohë në shumë raste i japim përparësi. Pra në këto dekada kur ne kemi patur një mbështetje të fuqishme realisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe nga vendet të Bashkimit Evropian Perëndimit, nuk kemi qenë shumë në nivelin lartësisë, përgjegjësisë që kemi për detyrat e përditshme që të realizojmë në kontekst të konsolidimit të shteteve tona, në këtë rast të Kosovës, e cila realisht neve e dim që po përballet me njohje ndërkombëtare dhe ku klasa politike atje, sidomos në vitet e fundit, i ka lënë shtek dhe ka krijuar boshllëk të madh për ta shfrytzuar politika serbe këtë lloj situate dhe jo rastisht provokimet kanë qenë të kopaskoshme dhe është edhe sot i asaj çfarë thatë ju mbi lumin ibër. Lument dhe ujërat nëntoksor dhe ato që rrjedhin në tokë janë të përcaktuar edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare se është një pasuri e gjithëve dhe jo vetëm e njërit shtet. Por sidoqoftë dihet politika agresive e Serbisë, e cila gjithmonë synon që të hapi gjithnjë variante të reja konflikti për të dëshmuar se është aty dhe që të marrë sa më shumë hapësirë edhe diplomatike dhe mbështetje të aspektit institucional. Këtë e ndihmoi padyshim edhe vizita e Zelenskit, presidentit të Ukrainës, ku tani gjithmonë Serbia po përpiqet të luajë rolin tërhiqje mos e kput mes interesit që ka për të qenë gjithmonë pranë ndikimit rus, sepse i lidh shumë çka, dhe duke mos dashur që të humbi apo duke bërë një lloj presioni për koncesione tjera të fitojnë nga perëndimi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që situatat gjithnjë e më shumë po përkeqësohen, mos ta them, por bëhen më të paqarta. Pra po rritet presioni i cili po e bën jo të qartë atë çfarë po ndodh dhe çfarë e nesërmja mund të na presi. Sido që të jetë, neve duhet të kuptojmë diçka, sepse sa herë që kemi patur tronditje të politikave të mëdha, të fuqive botërore, padyshim se kjo ka ndikuar edhe në vendet e tjera, në rajonet të tjera, përfshi dhe rajonin ton, aty ku ka pasiguri, aty ku ka paqartësi, aty ku nuk janë të ndara zonat e influencës dhe gjithmonë mbyllja e proceseve për atë çfarë ne mendojmë se të nesër do të ndodhi një rend i ri botëror në aspekt global. Ideja është se ku do të pozicionohen dhe ku do të jenë shqiptarët në këtë